kush është i ka predispozita më të mëdha për të prekur edhe çka duhet të bëjmë, jo vetëm gjatë këtij muaji, por vazhdimisht cilat janë shenjat që ne duhet ta alarmohemi, qoftë të bëjmë kontrolle eho apo mamografi. Atëherë ajo që është domosdoshme është që një femër e moshës 40 vjeçare të bëjë një mamografi. Do të gjithë ata që na ndëgjojnë, nëse nuk e kanë bërë këtë, ne i inkurajojmë që ta bëjnë. Nuk ka asnjë dëm për shëndetin, përpos një diskomfori të vogël për gjirin, po ka një benefit shumë të madh për shëndetin e atyre personave, femrave të moshës 40 vjeç e mbi, të cilat asnjëherë nuk kanë bërë një mamografi dhe një ultrazet të gjirit. Dhe një bëjmë apel, derisa nuk aprovohen protokollet dhe screeningu nacional kombëtar, i cili do të do të obligonte secilën femër të kësaj moshe të kryente një ekzaminim, ato ta bëjnë me dëshirë. Kosova ka kapacitetin, shërbimet publike, të bëjë mamografi në secilin qytet të Kosovës, është e pajisur mirë me aparatur, ka ekspert të cilët i lexojnë ato mamografi, dhe mund për shembull, jo vetëm në tetor bëhet më shumë, po secilin ditë të javës, secilin muaj, të bëjnë një kontroll, një mamografi, dhe të vrej një ndryshim i cili nuk vrehet me metoda tjera, pra nuk mund të preket. Të vetë kontrollet. Nuk mund të preket, jo vetëm nga qytetari, nga personi i cili ekzaminon gjirin, po nuk mund të detektohet as nga mjeku i cili mund ta ekzaminojë me dorë. Dhe mund ndonjëherë të mos vrehet as me një ultrazë nëse e ka bërë.